Beskallaku Menuse nga Kosova, këngëtari zbulon sekretin, ndërkaq tradhton Butrin Timeri, ja çfarë ndodh me lidhjen e tij të fundit. Raperi i njohur shqiptar Arjan Nagushi, si njohur me emrin e rapit Golli G, ka ndezur rrjetin me një postim në profilin e tij në Facebook. Ajo shfaqur për krah aktorit dhe këngëtarit të njohur Beskallaku, teksa ka tërhequr vëmendje për shkrimi i fotos ku shkruaj: "E du gjithçysh sipas Xhanak", një shakaj që ka ngjallur menjëherë spekulime, komente të shumta në rrjet. Kosovarja dhe portalet e tjera në shqiptar thuhet se ky mund të jetë një konfirmim se Beskallaku ka një lidhje të re me një vajzë nga Kosova, teksa është parë shpeshherë në Prishtinë së fundmi. Nuk dihet nëse këto fjalë janë të vërteta, teksa pritet edhe nga Besi për një reagim apo një foto me partneren e re. Ndërkohë që nga ana tjetër shpërflitet se ish partnerja e saj Xhensile është në një lidhje të re me Ledri Vulën. Nga ana tjetër një tradhti e ka shkatruar romancën. Romanca e përfolur mes këngëtarit Butrin Timeri e modeles turke Sezen Çiftçiglu duket se ka marrë fund. Duket si një histori e bukur që ka intriguar shumë fansat. Pas disa javësh fokusi në media, dyshja kanë marrë një tatpjet përfundimtare, një ngjarje që ka ardhur e ka lënë shumë pyetje pa përgjigje. Sezeni, modelja e njohur, ka fshirë çdo gjurmë të Butrintit nga profili i saj në Instagram. Ky veprim ka ngjallur aludime teksa lihet të kuptohet se marrëdhënia nuk është ashtu siç më parë. Për më tepër, dyshja nuk e ndjek më asnjëri tjetrin, një sinjal i qartë se janë zhdukur nga jeta e njëri tjetrit. Burime pranë shiftit tregojnë se një flirt i Butrintit me një vajzë tjetër ka qenë nismëtare e kësaj ndarje të papritur. Informacionet flasin për një përplasje të fortë mes dy artistëve pas zbulimit të tradhtisë nga ana e Sezenit. Kjo situatë ka tensionuar dhe konfliktet të cilet duket se kanë qenë të pakëthyeshme. Pas këtyre zhvillimeve, mendohet se dy artistët do fokusohen te karriera e tyre individuale, teksa Butrinti ka premtuar fansat se shumë shpejt po përgatit një këngë që do e nxjerrë në treg.